Aksi Shirok-Zogaj tashmë ka hyrë në etapën e fundit të punës. Për disa ditësh po punohet për hedhjen e shtresave të asfaltit dhe segmentet panoramike po marrin formën përfundimtare. Pjesë e këtij projekti është edhe ndërtimi i rrjetit GUS që siguron kanalizimin dhe kullimin e ujrave, ku pothuajse është përfunduar vendosja e këtij rrjeti në toksor. Vjen puna për rekonstruksionin e rrugës Shirok-Zogaj, ku aktualisht punimet kanë hyrë në një fazë të rëndësishme, siç është hedhja e asfaltit. Deri tani është bërë mundur shtrimi mbi 3 kilometër të këtij segmenti, ndërsa banorët e kësaj zone vlerësojnë punimet që po realizohen. Basi në pa lëvizim pa kanë ta rrugë për smad, jam të shi bata asfaltit të në janë ka të mirë ka kry. Derisa lidh me Jugoslavinë, shumë mirë është ja punë. Përpara me zgjall kanë shkukam. Tash e bën shkojnë makinë e bën rruga gjanë. Dhe të bëhet edhe bukur. Po normal se i shërben shumë bële. Sidomos anës tonë, anës atyne. Ka kanë shumë e rëndësishme, a dash me bën me kohë, se ata kanë bën shumë, ka 2 vjet që kanë kryer punë. Ky investim i rëndësishëm pritet të ofrojë Shkodrës një mundësi të re zhvillimi, duke lidhur zonat turistike dhe duke i ofruar zonës me shumë vizitorë dhe ekonomi. Investimi ka vlerën e rreth 4.7 milionë eurove dhe pritet të përfundojë brenda pak muajve.